mua më kujtu, po vendosja në krahasim disa bare ku dëgjohet muzikë komerciale dhe disa bare të tjera, të cilat le të themi janë më të kuruara dhe zakonisht shkojnë njerëzit që mbajnë poste më të larta, përgjithsisht dëgjojnë muzikë klasike. Po, pse ka bare që dëgjohet muzikë klasike? Po. Këtu në Tiranë po thua apo Po besoj në Tiranë edhe kudo tjetër. Pak e çuditshëm duket, po tani ç'as bën vakill. Dhe kam përshtypjen që kjo gjitha është një strategji apo jo për të. Unë mendoj që strategji është kur ti i ve njerëzve vazhdimisht një muzikë repetitive, që është pothuajse bezdisëse, e thjesht fare me ato tekstet vam bum 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 bum. Ajo strategji për t'i mbajt të cekët, t'i mbajt sipërfaqësor njerëzit. Ndoshta po e teprojnë në këtë. Po mendoj që kjo nuk i bën mirë asnjëriut, se i lodh kokën. Edhe lën në sipërfaqe popullin. Mendoj që sa më i ndriçuar të jetë një popull, sa më shumë të thellohet në muzikë, në letërsi, në dramë, në kulturë, në gjëra që e bëjnë të mendoj, aq më i pa gënjyshëm është. Do të thënë sa më i ndriçuar të jetë populli, aq më pak e gënjen një qeveri, nuk e tërheq për hundë. Dhe prandaj mendoj që arsimimi, edukimi i popullit ton është përtej luksit, le të themi, që të kemi sa më shumë njerëz të ndriçuar dhe njerëz të edukuar dhe njerëz me shkollë, kjo do ta çonte vendin përpara. Ignoranca është ajo që na mban mbrapa. Pajtohemi 100% me ty. Absolutisht. Asgjë për të kundërshtuar. Absolutisht. Sepse padyshim është më e thellë se ç'duket, domethënë duket sikur po çrëndsi ka muzika, letërsia, po jo, nuk është ashtu. Sepse një popull që pra nuk janë kështu lukse që të merresh në kohën e lirë, Jo, nuk është ashtu. Nuk është vetëm zbavitës roli i artit. Është shumë më tepër se kaq, është ndërgjegjësues. Sepse shikoni vetëm vendet që investojnë shumë. Se ne kemi folur për teatrin që e luan këtë rol, po besoj po jo vetëm muzika. Po letërsia, po edhe muzika. Për rolin ndërgjegjësues politik po flas, të emancipimit politik të publikut. Dhe jo vetëm politik, po edhe fenomene sociale që ndodhin ditë pas dite. Arti ka mundësinë t'i godas me fines, pra pa e bërë të bujshme dhe të egër fenomenin dhe trajtimin e tij, por në një formë shumë të rafinuar, shumë këndshëm. Një muzikë e bërë mirë, një muzikë le të themi intelektuale, në qoftë se do të përhapej në masë, vetëm do ta ndërgjegjësonte më shumë popullatën. Kurse një popullat që i jep, domethënë e ushqen me një muzikë shumë të thjeshtë, mua më duket sikur dhe mendimet ngelen sipërfaqësore pastaj. Nuk arrin dot të thellohesh, nuk arrin dot të dëgjosh zërin e mendjes tënde, nuk arrin dot të futesh në mendime më të thella, po ngelesh aty në sipërfaqe. Hitet verore janë të tmerrshme për ta edukuar vetëm atës popullatën. Po ndoshta në ver pjesa më e madhe, ajo që të jenë pak më chill, më kur ngelet si një limonate e shpejtë dhe e freskët, të gjithë e marrim atë, nuk ka diskutim. Se ka dhe një gjë që muzika e mirë do dhe angazhim mendor, patjetër. Po flasim për edukimin e vendit, e të rinjve, e popullatës, sa më shumë të ndërgjegjësohet me art, me kulturë, me teatr, me letërsi të mirë, aq më shumë populli do eci përpara dhe do të jetë më pak i gënyer, le të themi, nga qeverit, nga politika, nga ata që duan të shesin gjëra të shpejta. Me që the për Beethovenin dhe për Hegelin, sa ata jetuan fiks në kohën e revolucioneve. Dhe ishte i tillë ndërgjegjësimi i qytetarëve dhe i popullit. Pra ushqehej nga muzika e këtij, nga filozofia e këtij tjetri që janë kokat të botës në sferat përkatëse të tyre. Që prodhoi atë ndryshim politik dhe social, kështu që nuk janë kaq diskutim. Dhe muzika e Beethovenit nuk vjen rastësore, sepse para Beethovenit muzikantët ishin pjesë e oborrit. Ishin, domethënë çdo gjë ndodhej në një sallë, edhe në kohën e Mozartit. Mozarti ishte muzikanti i perandor, muzikanti i princit, e paguante ai. Kurse me revolucionin burgjez francez, çdo gjë ndryshoi. Sepse nuk ishin më fisnikët ata që sepse u përmbys fisnikëria, u përmbys në Francë, në Gjermani në fakt. Por Beethoveni i erdhi kjo valë e revolucionit dhe natyrisht që heroi i revolucionar ishte pjesë e muzikës. Domethënë çdo gjë që ndodh
reagon edhe letërsia, reagon dhe muzika dhe çdo gjë transformohet në bazë të realitetit që po ndodhet. Është shumë interesante kjo. Ja të ta them Viola, Beethoveni bëri një simfoni ose një pjesë të simfonisë së tretë për Napoleon Bonapartin, që ishte produkti i revolucionit francez dhe është e jashtëzakonshme ajo pjesë. Unë sa herë dëgjoj më kapin Sinfonia heroike, më kapin emocionet dhe shumë interesante që kur edhe Napoleoni përfundoi si ata që kishte përmbysur, pra perandor, ky e mori dhe e grisi partiturat, tha, po i ka thënë pse për ty e kam bërë këtë, kisha bërë një gjë tjetër. Nuk ja vlen. Beethoveni ka qenë shumë revolucionar, siç duket nga muzika e vet, shumë i fuqishëm. Mendoni një njerëz që nuk dëgjonte dhe merrte me muzikë, domethënë një potencial i jashtëzakonshëm. Ai se kishte me të dëgjuar, aty vjen nga shpirti. Po mendoni se sa jo njerëzor ishte talenti aty. Dhe muzika e tij është shumë revolucionare, është shumë edhe në kuptimin muzikor të teknikës muzikore po flasim, jo thjesht në mesazh. Po edhe në kuptimin domethënë çdo njerëz që do kishte një problem veshësh, nuk do merrej me muzikë, mendoj unë, në mënyrë racionale është që nuk po dëgjoj mirë, po bëj një profesion tjetër. Ai ka qenë mbi njerëzor përderisa duke mos dëgjuar, ka vazhduar, ka bërë muzikë. Mendoni se çfarë mua më duket gati e pabesueshme dhe duket si histori e trilluar nëse nuk do dhe nuk ka bërë një not gabim. Ne që jemi me vesh, me gjitha shqisat në rregull, vazhdimisht bëjmë gabim. Ai nuk fushim binjërzore ka pasur. Dhe ai e ka bërë simfoninë e 9, e ka përsa ajo zgjat 20 vjet se ta kompozonte, po e ka përfunduar totalisht shurdh. Po. Edhe shumë vepra të tjera që janë kuartetet për harqe, vepra të jashtëzakonshme ose sonatat e fundit për piano. Dhe për një nga këto sonata, thoshte profesori im, sepse e gjitha është autobiografia e Beethovenit në tinguj, sonata e 31 dhe aty pothuajse her pas here ka vënë edhe fjalë, e kupton? Të tipit që çdo gjë mbaroi, sepse shikonte që vdekja ishte afërt. Dhe ajo është pastaj kërkon një orë gjys tjetër për të thënë për atë, po kthehet në atë pesimizëm, janë nga momentet më dramatike të jetës së tij, po dhe të muzikës së tij, shumë melankolike, bie në melankoli shumë të thellë, po një njerëz si Beethoveni s'mund ta mbarojë ashtu sonatën dhe ngrihet triumfal në fund. Ka një gjë interesante për të rikthyer në kohën tonë me Beethovenin. Vetëm pak vite më parë, përmes inteligjencës artificiale, besoj ti e di, kanë arritur që të bëjnë simfoninë e 10 të Beethovenit. Ai ka lënë, nuk e di, ndoshta disa masa. Dhe më duket rreth një faqe partiture me disa masa, se si jam i sigurt, po duke u bazuar mbi të gjithë konceptin e tij muzikor, me inteligjencën artificiale arritin që të bëjnë diçka që e quajtën Simfonia e 10. A do të ishte fiksa ajo që do ta kishte bërë Beethoveni po të mos kishte vdekur, kishte jetuar ca vite? Do kishte menduar Beethoveni nëse do ta dëgjonte. Nëse do ta dëgjonte, është si do ta komentoje për shembull, duke futur pak edhe teknologjinë tash në pjesën e muzikës. Fikshme. Është fjala e parë që më vjen ndërmend, po natyrisht që inteligjenca artificiale është një realitet që të gjithë duhet ta kuptojmë që kjo është jeta. Vjen në mënyrë racionale kjo, besoj, tek domethënë ajo ka bërë një inteligjencë artificiale ka bërë një simfoni në mënyrë racionale, duke marrë eksperiencën që vjen. Që nga pikpamja muzikore është shumë e mirë. Absolutisht, është perfekte, jam e sigurt. Por pyetja ime është dim ne se si çfarë momenti po jetonte Beethoveni, nëse do të kishte vazhduar të jetonte. Mund të ishte i zhgënjur në ato momente që del një muzikë komplet tjetër. Do thënë, në mënyrë racionale vjen te kjo simfoni. Po ku i dim ne se si janë. Ndonjëherë është mënyrë që ca gjëra të mbeten aty ku janë lënë, se inteligjenca artificiale si do shoh. Kurioze jam natyrisht. Çështja është kjo, a është muzika produkt i shpirtit njerëzor ekskluzivisht apo është një produkt racional që edhe kompjuteri, makineria përmes algoritmeve mund ta bëj teknikisht shumë mirë, por përmbajtësisht edhe në shpirt pikë pyetje? Unë mendoj që arti në përgjithësi, edhe pse duket sikur jam e friksuar nga inteligjenca artificiale që po e them këtë, po jo. Arti në përgjithësi është produkt shpirti. Dhe pavarësisht se teknikisht mund të dali perfekt, dhe me siguri shumë më mirë se sa një dorë njerëzore që bën dhe gabime, prap
një kompjuter nuk e ndjen dot mallin, nuk e ndjen dot mungesën, nuk e ndjen dot melankolin, dhimbjen. Ai duke u mbështetur në eksperiencë, të jep këtë produkt. Do të thënë, dhimbjen në Chopin e ka bërë kështu. Po ku e dim ne se si do ta ndjej Merita, për shembull, dhimbjen. Është një gjë komplet autentike kur e ndjen njeriu, për mendimin tim. Arti akoma do bëhet nga njerëzit. Perfeksionimi i tij natyrisht do të bëhet nga kompjuteri edhe në interpretim me siguri që do futet në mas të gjerë inteligjencë artificiale. Por në krijim akoma unë jam kurioze akoma për sensacionin e një njeriu, se sa eksperiencën e një kompjuteri. Po, a mund të jetë perfekt arti duke u munduar ta perfeksionojmë teknikisht? Ose vetëm teknikisht. Natyrisht që ka vlerën e vet. Unë do t'ju jap një shembull shumë të thjeshtë. Okay. Para 2 ditësh po shikoja Olimpiadën e skiator, si quhen, balerin vernakull. Okej, po në lojrat olimpike. Në lojrat olimpike dhe ishte një balerin me prejardhje ruse po amerikan, i cili bëri një lojë jashtëzakonisht emocionale dhe bëri një gabim dhe vuri të dyja duart në tokë. Gabim i madh. Për çdo sportist tjetër do ishte skualifikuar. Dhe më njëherë mbas tij ishte një japonez, një artist japonez, i cili e bëri çdo gjë perfekt pa asnjë gabim. Dhe ishte suspans, të gjithë po prisnin. Ky kishte nga ana artistike jashtëzakonshëm me gabim me duart në tokë. Japonezi perfekt, asnjë gabim, por jo me emocionin që ruso-amerikani dha. Dhe ishte shumë kurioze që juria nxori në vend parë amerikanën. Elin duket se quhet ai çune. Dhe më bëri të mendoj. Pra, ne akoma nuk kërkojmë perfeksionin, ne kërkojmë emocionin. Ne nuk e duam atë perfeksionin, kështu çdo gjë e matur. Bilaj filloi duke i qaj japonezi dhe unë atë momentin po mendoja, ai po pyet veten, qa gabimi bëra? Ky bëri gabim, mos po vret veten. Gabim. Nuk e di inshallah. Mos po vret. Aman sa ta njihen. Ai bëri gabim me 2 duart në tokë dhe nuk fitoi. Unë bëra çdo gjë perfekt dhe nuk fitova. Pra, njeriu dhe ne akoma vlerësojmë emocionin. Bukur. Dhe emocionin duket se dita ditës po e humbim. Ky është diskutimi. Po uroj që jo, për shembull, edhe një shembull tjetër do t'ju jap. Ne tani në YouTube mund të arrijmë të dëgjojmë çdo lloj gjëje, çfarë na teket. Por emocionin që një pianist ta jep në sallë është provuar që është 80% shumë më i madh nëse muzika po zhvillohet aty live, se sa po ti jesh në muzikë, në makinë apo në shtëpi dhe ta vesh. Unë këtë e kam besuar gjithmonë. Besoj që interpretimi live akoma ka vlerë. Besoj që një artist që performon aty dhe vibron bashkë me ty është tjetër. Ose salla kur ti shkon, përgatitet shkon dhe bashkë me 500 veta të tjerë në errësirë ti përjeton atë emocion që përjetojnë të gjithë. Është një energji që po ndodh aty me ty dhe ti sikur vibron edhe me këta njerëzit e tjerë që ulur. Kjo ndodh edhe në teatr. Pra ti në errësirë je me njerëz të tjerë dhe po përjeton të njëjtën gjë live. Kjo është e pakrahasueshme me atë që ti shef në shtëpi dhe ndalon edhe shkon në banjo dhe prap. Sepse nuk ta jep sidoqoftë atë ndjesinë e përfshirjes. Prandaj ne shkojmë në teatr akoma sot edhe muzika që zhvillohet live të aty është një tjetër emocion. Ç'më bëre do nis prap pianon. Po prita testojmë një herë, do ta testojmë. Okej, jam apo s'jam. Do ta testojmë apo nuk je, po ndërkohë